Kryetar, sa përqind e punëve të stadionit janë kryer dhe në bazë dinamikës që i keni paraqitur ju të shtuar në shkollë përqind. Dhe sa para janë datë, në tani se dramatat sponsorë nuk janë ndarë. Sa i përket dinamikës punëve, në bazë të kontratës, stadiumi duhet gjithë punimet duhet të realizohen brenda 3 viteve. Brenda këtij viti duhet të mbarojnë punët ndërtimore për konstruksionin e betonit të tribinës përballë kryesorës dhe do të vazhdojnë menjëherë punimet edhe për tribinën që është prishur për momentin. Po në të njëjtën kohë, para vitit të ri besojmë që do të prishet edhe tribina në anën e djathtë të tribinës kryesore dhe do të vazhdojmë me dinamikën e paraparë. Pra, deri në fund të këtij viti, unë besoj që punimet e betonit do të kompletohen në tribinën që veçmë është duke u ndërtuar përballë tribinës kryesore. Është dinamika e paraparë në bazë të kontratës dhe përderisa realizohen punimet, nuk është problemi i financimit të njëjtit. Sipas kësaj që ono më duhet 2028 duhet të jetë gati. Ne po punojmë bashkë me kompaninë Ekolog që këto punime të realizohen me një dinamik më të përshpejtuar dhe besojmë që nëse nuk kemi ndonjë situatë të paparashikueshme, edhe në vitin 2027 stadiumi t'i hap dyert për tifozët.